Shqyrtimet nga nënat për bijtë të tyre. Një fëmijë që ka pas plakujën, që une. Punëtor, i Zoti, i dashen. Ai me najt me plakin, ka pas më bu si plaki, me najt me trivë si i riu, me najt me fëmijë si fëmijë. Sti qeter që me thonë. Me 24 mars, u konë dita fundit kërë kom një zonin, që kom folë me ta në telefon. Prej vlahen që atjetë Shqipënis që ishin konë mbledh, edhe kur unë bombardimet ata të nga marrë prind se cili ushtarë më rëndë. Që aty e di që kom folë hera fundit, edhe më tha, hajtë në tha sa shpejt kemi më po unë. Që fjellë ka me dhe dhe Kosova du të më konë për një pak. Ai ishte karakter shumë i Zoti, ishte bujar, ishte fisnik, megjithatë ishte edhe trim për mi trimat, si vogël e kom vrejt që ai është fëmijë ideal e të manë. E shisha se në çdo protest, çdo shka ndodhë ke aji pari. Unë e si nonë me të kallëzu drejtën, u frikosha, thesha ma bërë harmenës nonë mës asisht, dhe i ke hajti më s'ki dërë se unë e kur që s'ka me në gjithë. Gjithë konë ka marrë pjesë, çdo protest, çdo gjithë ka. U shike që është fëmijë i Zoti. Ai 2-3 herë kishte tentu, po une nuk e kom ditë. Edhe një natë për natë, qëto edhe na tha mu edhe shoku të burrit, i tha që une kom vendosë me shku në luftë. Une i thash si nonë, i thash jo Armendon, vjen veti, thash e neve ku do me nalun, thash që krabi i vogël, tha e ki nonë edhe një. E që ato u tha që aja nona që bekoj në për televizion, unë e kom vendosë. U bo veti dyti me një djallë këshive, edhe janë shku. Një fëmijë që ka pas plakujën, që une. Punëtor, i Zoti, i dashen. Ai me najt me plakin, ka pas më bu si plaki, me najt me trivë si i riu, me najt me fëmijë si fëmijë. Sti qeter që me thonë, Zoti shkëllqysh më konë. Kam pak roba ti, s'kam shumë, se pa të marrë me veti. Një bicikl u konë marak. Ato në e këshim pas vjetë, thyë shpinë në vjetë, që jam kam jetë pikë. Me 24 mars, u konë dita fundit kërë kom një zonin, që kom folë me ta në telefon. Prej vlahen që atjetë Shqipënis që ishin konë mbledh, edhe kur unë bombardimet ata të nga marrë prind se cili ushtarë më rëndë. Që aty e di që kom folë hera fundit, edhe më tha, hajtë në tha sa shpejt kemi më po unë. Që fjellë ka me dhe
veti për të madhe për të fungë, për qikat, se dhe një ka më të madhe, për djarin, për të veti. Besu, me gjësaj e ka ditë që unë e gjithë kom thonë ma, për shemëll me shku diko keqa, me bu dishka keqa me thëmë, po e din që edhe e ka di që jam e fort për balaj, shka me bu. Buna e fort, se i kisha edhe këta tre, sa që ta mi kalu në matë. Mi kohë gjatë nuk kom ditë për ta, kohë është dikur mora vesh në përmjet të shokve, asi mandej dole në Shqipni, se u ofenziva, dole në Shqipni, u plagos, atje në spital, buni ma mirë, edhe me 28 veç janë hi tek nejna për më ardhën Kosovë, edhe janë rënë prit, shishmë në Vokës. Lajmin e ku marrë në Shqipni, më jemi dalna me 2 prill, mandej në Shqipni, e murë lajmin borë, edhe kë djali kish pasni, po mu në kam kalceshin. Na u vendosëm në Kuks, atër une me borën e lepsha, se thëshin është në Shqipni, edhe e lepshin vend për vend ku kish ushtara, si neve njoni në tha që e kemi nisë për Kosovë, jo nisë. Po, a i veç i shkoni i vranë. Ka që kje edhe një armend në shpi, jo ma të vogël, që po të cilë, po të birë. Si e përjeton ti këta? E përjetoj mirë, shumë mirë, e mushët zemrë. E thiri me plët shpirti, me plët zemrë në armend. Nuk më je vështirë. Me thirë. Me plët gojën e thirë, me plët zemrën. Emnin e ti. E i përngjon në karakter? Po, i përngjon shumë karaktera, po. Shumë, i qëtashtit komunisë. Mi marrë veqë shumë karaktera, po, i përngjon armit. Qa me thonë krenari, më të madhe s'ka, se mi ha falë birin Kosovës, po dhe Kosova duhet më konë për një pak. Sa shpesh kënë më lejza, bisedon me to? Në fillim e kom pasur shtirë, kur qatë fillim, thesha është do një javë ka me shku, ose ka më plak, më bu me krava, unë ka me shku se lo me shku. Po jo nuk ishtë qeshtot. Që tash me rrallë me shkaj, besidoj, po kur të kam qështë nërës. Nëse kom pas djalin me edhe në Kosovës, nuk është të thone, tanë më mi të luft, kërnare, atë në lavdirë qaftë, që Allah s'hub gjake të në mundet të në. Rrëfimet nga nënat për bijtë të tyre.